Në vijim të kontrolleve dhe punës së inteligjencës policore në kuadër të megaoperacionit sundimi i ligjit kundër paligjshmërive dhe për garantimin e sigurisë publike, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë te rreth rrotullimi i Savrës ndaluan automjetin T-Benz me drejtues shtetasin AP, 45 vjeç banues në Lushnjë. Në brendësi të automjetit u gjetën një armë gjahu, 15 fishek luftarak dhe një armë me ftohtë shkop metalik. Gjithashtu nga verifikimet më tej rezultoi se ky shtetas e drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan në flagrancë 45 vjeçari, si dhe u sekuestruan armët dhe fishekët. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor të DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasit AH 29 vjeç banues në Fier dhe DG 46 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kapën duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. TB 50 vjeç banues në Fier, pasi aksidentoi me automjetin e tij shtetasin SM 52 vjeçe këmbësore, e cila po merr asistencë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit KS 59 vjeç, banues në Lushnjë, pasi në fshatin Toshkës, automjeti që drejtonte 59 vjeçari është përplasur me një automjet të ndaluar ku ndodhej shtetasja DD 33 vjeçe, e cila po merr asistencë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. FG 25 vjeç, banues në fshatin Daullas, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një 64 vjeçar. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.